si që thash, isha në Riyadh, kështu s'pata kohë që ti merrja në telefon e ti thosha çfarë do bëni nesër. Por my assessment is very simple that vlerësimi im është shumë i thjeshtë, që çdo marrëveshje midis Kinës dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo e anasjellta është e mirë për të gjithë. Dhe çdo konflikt midis tyre është keq për të gjithë. Kjo është ideja ime, kaq e thjeshtë. Dhe një marrëveshje ku Tajvani po pse shkon te skenaret katastrofik gjithmonë? Është puna ime. Je i martuar apo ende beqar? Mendoj që kjo marrëdhënie po me ju po ecën shumë shpejt. Po mund të më thuash. Mund të më thuash. Jo, nuk jam i martuar. Nuk je i martuar. Po të duash një martesë të lumtur, mos shko tek skenaret katastrofik përpara se të martosh, se do mbetesh beqar për jetë. Catastrophic. Dhe do të ishte katastrofike. So I would not go there. Kështu që unë nuk do të shkoja aty fare. For a trade deal, if I understand well. Janë po takohen për një marrëveshje tregtare, nësa kuptoj, dhe pas asaj çfarë ka ndodhur është shumë e qartë që të dy duhet të arrijnë një marrëveshje, sepse e dini atë thënien, kur Amerika të shtin, bota kollet. Kur Kina të shtin, bota futet në karantinë, kështu që duhet të bëhen bashkë për më të mirën e botës, sepse të shtin dhe mund ta përballojnë, po ne se përballojmë dot as të kollemi e as të futemi në karantinë për shkak të tyre. Faleminderit shumë, Edi Rama. Kemi edhe 2 minuta të mbetura. Vetëm 2 minuta? Po sa filluam të njihemi tani? Më thuaj që nuk mund të vazhdojmë? Po mendoj që do të kemi shumë mundësi. Mendoj që është fillimi një marrëdhënie të gjatë. Një pyetje aty? And a question, Umberto Eco was, a definition of a question is a short sentence. Umberto Eco e përkufizon të pyetjen si një fjali të shkurtër me pikpyetje në fund. Përshëndetje, unë jam nga Shqipëria e Madhe. Nga Italia, nga Shqipëria e Madhe. Mirë, si jeni? Mirë, faleminderit. Pyetja ime është, ju folët për nevojën e një leadershipi në një botë shumë polare e shumë paqe, por Bashkimi Evropian ka nisur një iniciativë për sigurinë e vet. Dhe tashmë ekziston mundësia për të përjashtuar Turqinë për shkak të keq kuptimeve dhe problemeve me politikat e brendshme të Turqisë. Si mund të luajë Bashkimi Evropian rol në skenën globale, në qoftë se kemi një problem të tillë me politikën e brendshme të një pjesëtari themelor që është Turqia? Dëgjoni, Bashkimi Evropian është një pacient me 27 mjek, e jo vetëm 27 mjek, por të 27-ët janë mjek patolog, dhe kjo e bën edhe më të ndërlikuar gjën. Por it's also fair to say that vlen po kështu të thuhet që ajo çfarë ka ndodhur që prej agresionit rus ka qenë pozitive, shumë pozitive, sepse në vend që të bëhej më i përqar, Bashkimi Evropian u bë më i bashkuar. Dhe po kështu edhe në opinionin publik, në